Drita e mëngjesit depërtonte nëpër perdet e trasha të dhomës së ndenjes, duke ndriçuar pluhurin që notonte në ajër si një re e artë. Unë, Elona, isha atu, me leckën në dorë, duke fshirë me kujdes raftet prej drurit të dzëmt. Ishte puna ime, pastrimi i shtëpisë së zotit Arben, një ndërtesë e vjetër, por e mbushur me mobilie antike që kushtonin më shumë se gjithë pagat e mia vjetore. Zoti Arben ishte një burr i qetë, me sy të thellë dhe një buzëqeshje që nuk e prekte kurrë syt. Ai jetonte vetëm në atë shtëpi të madhe, që për mua ishte më shumë një muze i ftohtë se sa një shtëpi. Unë e kisha pastruar për 3 vjet. 3 vjet rutinë, të hënave, të mërkurat dhe të premteve, në orën 8 të mëngjesit. Ai më priste me një fishan kafe turke dhe një bisedë të shkurtër, sa për të kaluar kohën. Por sot ishte ndryshe. Sot, zoti Arben nuk ishte ullur në koltukun e tij pranë dritares. Në vend të tij, një letër e palosur mirë ishte lënë në triezën e bardhë. E mora me duar që dridheshin pak. Zemra më filloi të ra më shpejt, pa e ditur pse. E hapa dhe lexova. Elona, më fal që nuk të pres. Jam detyruar të largohem për pak kohë. Kam lënë pagesën e kësaj jave në zarf, si zakonisht. Do të kem nevojë më shumë se kurrë së shpejti. Dua të shpjegoj diçka, por jo me shkrim. Të lutem, kujdesu për shtëpinë si për tënden. Ajo ka nevojë për dritë. Arbeni ngrita. Syt nga letra dhe shikova përreth. Shtëpia ndukej edhe më e dzëmt se zakonisht. Heshtja ishte e rëndë, pothuajse e prekshme. E vendosa letrën në xhepin e përparjes dhe fillova punën e zakonshme. Fshija pluhurin, pastroja dyshemen, laja enat, por trurim nuk ishte aty. Vështrimi më binte vazhdimisht te dera e mbyllur e dhomës së gjumit të tij. Një derë që kisha parë vetëm her pas here, kur ai hynte dhe dilte. Sot, ajo mbeti e mbyllur. Pjesa 2. Gjetja e papritur. Ndërsa po pastroja dhomën e misafirëve, një dhomë që përdorej rrallë, hasa diçka. Në nqilim, një qelës i vogël bronzi. E ngrita me kuriozitet. Nuk e kisha parë ndonjëherë atë qelës. Duke e mbajtur në dorë, ndjeva një nxitje të çuditshme për ta provuar. Nuk isha kurioztare nga natyra, por mesazhi i zotit Arben më kishte pushtuar mendjen. Shtëpia ka nevojë për dritë, kishte thënë. Qelësi, befas, më çoi te një derë e vogël në korridor. Një derë që e kisha marrë gjithmonë për një dolap të vjetër. E futa qelësin dhe ai u kthye pa asnjë pengesë. Dera u hap me një kërcitje të gjatë, duke zbuluar shkallët që zbrisnin në një bodrum të errët. Një erë pluhuri dhe letre të vjetër më goditi. Zbrita ngadalë duke prekur murin e ftohtë. Në fund, një dhomë e vogël, e mbushur me kuti dhe dosje të grumbulluara. Ky ishte arkivi i tij personal, një pjesë e jetës së tij që nuk e kisha prekur kurrë. Ndërsa syri mu mësua me errësirën, pash një fotografi të vjetër në një kornizë argjendi. Ishte zoti Arben, por shumë më i ri, duke qeshur me një grua dhe një fëmijë të vogël, një familje. Një letër e shkruar me dorë ishte mbështetur në kornizë. E mora dhe e lexova. Ishte një letër nga një grua, dukej një letër lamtumire. Arbeni im, nuk mund ta bëj më. Faji më ha çdo ditë. Nuk e meriton një grua që të tradhton. Më vjen keq për djalin ton. Më vjen keq për ty. Largohu nga kjo shtëpi, bëj një jetë të re. Mos më kërko më. E jotja për gjithë jetën, Mira. Më ra letra nga dora. Tradhtia. Një grua që e kishte lënë për një tjetër. Djali. Kjo ishte dhimbja që mbante ai në atë shtëpi. Për 3 vjet kisha pastruar vetëm pluhurin dhe papastërtit, por nuk kisha parë kurrë dhimbjen e tij. Dhe atëherë më erdhi ndërgjegja për fjalët e tij. Do të kem nevojë më shumë se kurrë. Pjesa 3.
Mirëseardhja dhe tronditja. U ngrita përsëri lart me zemrën në fyt. Pash orën. Ishte ora 10. Papritur dëgjova zhurmën e qelësit në derën kryesore. Zoti Arben hyri brënda. Por këtë herë ai nuk ishte vetëm. Në krahët e tij mbante një fëmijë, një djalë rreth 10 vjeçar, me sy të mdhenj e të friksuar. Elona, ju lutem, ndihmom ta përgatis dhomën e tij, tha ai duke më vështruar me sy që luteshin. Ky është Eriku, djali im. Fjalët nuk po më dilnin. Eriku, djali. Por unë kisha lecuar letrën, e kisha parë foton, por ai fëmijë në foto, mërmërita pa dashje. Zoti Arben më vështroi dhe për një moment paniku kaloi në fytyrën e tij. Pastaj ai u qetësua. E ke parë bodrumin, tha ai jo si pyetje, por si pohim. E di që do ta gjeje herët avon. Në këtë pikë Eriku, i cili qëndronte i qetë, ngriti syt nga unë. Ti je zonja që pastron shtëpinë, më pyeti me një zë të ëmbël, por të lodhur. Mua më erdhi keq për atë djalë. Po, Eriku, ju përgjigja duke u përpjekur të buzëqesh. Zoti Arben më tërhoqi mënjan. E uli zërin, por nervozizmi ishte i qartë. Elona, ajo letër, ajo grua, ishte e kaluara, një gabim i madh. Eriku jetonte me të, por ajo nuk mund të kujdesej më për të. Më la një mesazh dje, duke më thënë se po largohej dhe se djali duhet të vite unë. Ai është i tmerruar. Shtëpia është e ftohtë, unë jam i huaj për të, dhe unë nuk di si të jem baba. Pash lotët në sytë e tij. Për herë të parë pash një njeri të thyer, ju pronarin e ftohtë të shtëpisë që kisha njohur. Ndërsa unë po përgatizja dhomën e Eriku, zoti Arben u ul në koltuk, i raskapitur. Po thoja brënda vetes, ky nuk është puna ime. Unë jam këtu për të pastruar, jo për të zgjidhur jetën e tij. Por më pas pash Eriku, i cili qëndronte te dera, duke parë atë dhomë të madhe, të huaj. Gjithçka është në rregull, Eriku? E pyeta. Nuk më pëlqen këtu, tha ai me zë të ulët. Shtëpia më bën të friksohem. Një lambe vogël në tryezën e natës nuk po ndiste. E provova disa herë, por mbeti e errët. Mendova për fjalët e zotit Arben. Ajo ka nevojë për dritë. Në atë qast, kuptova se shtëpia nuk ishte e vetmja që kishte nevojë për dritë. Eriku kishte nevojë për dritë. Zoti Arben kishte nevojë për dritë. Dhe pavarësisht gjithçkaje, edhe unë, në një farë mënyre, kisha nevojë të ndjehesha e dobishme për te i pastrimit të pluhurit. I mora dorën Eriku dhe e qova në kuzhinë. E di çfarë? Nëna ime më thoshte gjithmonë se ushqimi i bën shtëpi të ngrohta. Po bëjmë disa petulla. Sytë e tij u ndezën për herë të parë. Zoti Arben u shfaq në derën e kuzhinës duke na parë të dy. Nuk tha asgjë, por në sytë e tij pash një falënderim të thellë. Me kalimin e orëve, unë u bëra më shumë se sa thjesht pastruesja. Bëra petulla, tregova një histori për lepurin që humbi në pyll dhe e ndihmova të vendoste gjaketën e tij në dolap. Zoti Arben, në fiklimin ngathët, u ul pranë Eriku dhe filloi të fliste për qytetin, për shkollën, për gjërat që mund të bënin së bashku. I pash teksa ngadalë si dy akullnaja që shkrien në pranverë fitluan të afroheshin. Zoti Arben i tregoi Eriku një foto të nënës së tij kur ishte e re, duke qeshur. Ishte një moment intim, i shenjtë. I pash dhe kuptova se unë isha thjesht një dëshmitare. Kur mbëriti ora 5 pasdite, puna ime kishte mbaruar. Shtëpia shkëlqente nga pastërtia, por mbi të gjitha kishte diçka tjetër. Një zë i fëmijës që qeshte në dhomën e ndenjes duke luajtur me një top të vjetër. Një bisede thjesht mes babait dhe gjalit. Zoti Arben më solli një zarf. Pagjesa jote, Elona, tha ai, por dorëzimi i tij ishte i ngrohtë. Pastaj shtoi. Dhe faleminderit. Për sot,
dhe për gjithçka që ke parë, që ke kuptuar dhe që nuk e ke thënë me zë. Ja ktheva dorën duke e shtrënguar. Familja nuk ndërtohet vetëm me gjak, zoti Arben. Ndërtohet edhe me petula dhe pak guxim, i thash duke i hedhur një vështrim Eriku. Ai më buzëqeshi atë buzëqeshje që kisha pritur për 3 vjet, e sinqert, duke i ndriçuar syt. Elona, të lutem, ejani të hënën, por edhe të martën. Do më duhet ndihma jote, për pak kohë, nëse mundesh. Brenda meje e dija përgjigjen. Nuk po pastroja më vetëm pluhur, po pastroja një të kaluar të hidhur për t'i bërë vend një të ardhmeje më të ndritshme. U largova nga ajo shtëpi me një ndjenjë të çuditshme. Nuk isha më thjesht punëtorja, isha pjesë e një zgjimi. Dhe e dija se kthimi im të martën do të ishte fitlimi i një kapitulli të ri, jo vetëm për ta, por edhe për mua. Ishte një bar që kisha zgjedhur ta mbaja, një bar e mbushur me shpresë, jo me peshë.